Rreth 660 milion euro nga tatimet dhe kontributet duhet t'i mbledh Drejtoria e të Ardhurave Publike deri në fund të këtij viti, për të realizuar planin buxhetor në anën e të ardhurave. Këtë në emisionin Biznes 21 deklaroi drejtoresha e Drejtorisë të Ardhurave Publike Elena Petrova. Megjithatë, këto janë vetëm të ardhurat që DAP duhet t'i mbledh nga TVSH-ja, tatimi mbi të ardhurat personale dhe tatimi mbi fitimin, si dhe kontributet. Sipas Petrovës, deri në fund të nëntorit janë mbledhur 3 miliardë e 970 milion euro. Ky është realizim prej 91% deri më 10 dhjetor, që do të thotë se për arkëtim kanë mbetur edhe 211.7 milion euro, ndërkohë që përpara kemi saktësisht edhe 20 ditë. Te kontributet kemi të dhëna pak më të vjetra deri më 30 nëntor. Aty plani vjetor është 2 miliardë e 190 milion euro, ndërsa arkëtimi deri më 30 nëntor ka qenë 1 miliardë e 737 milion euro, që do të thotë se mbetet një diferencë prej rreth 450 milion eurosh për realizim. Ndërkohë në tabelën e Ministrisë së Financave rezulton se deri më 11 dhjetor të ardhurat totale në buxhet janë rreth 5.1 miliardë euro, apo rreth 86%. Kjo do të thotë se deri në fund të vitit duhet të mblidhen edhe rreth 800 milion euro për të realizuar planin buxhetor dhe të ardhurat prej gati 5.9 miliardë eurosh në arkën shtetërore. Vetëm nga tatimet dhe kontributet në buxhet duhet të derdhen rreth 5.2 miliardë euro. Kështu, përfshihen edhe të ardhurat e tjera tatimore si akcizat, taksat doganore të importit dhe tatimet e tjera që duhet t'i mbledhin institucionet e tjera. Petrova pret një realizim solid të ardhurave në pjesën që i takon Drejtorisë të Ardhurave Publike. Ajo thotë se edhe nëse do të ketë devijim nga projeksionet, ato nuk do të jenë drastike. Parregullsi përveç në fiskalizimin dhe mosparaqitjen e qarkullimit, për të cilat DAP ka zbuluar parregullsi në çdo kompani të katërt të kontrolluar, ka edhe në paraqitjen e tatimeve. Këtë vit, deri në tetor janë konstatuar 64 milion euro tatime shtesë, që paraqet rritje prej 70% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Një nga gjetjet më të mëdha sa i përket tatimeve shtesë të përcaktuara gjatë kontrolleve të një tatim pagues mjaft i madh lidhet pikërisht me interpretim dhe zbatim të papërshtatshëm të rregullores gjatë disa viteve me radhë, ku kemi pasur një gjetje për rreth gati 10 milion eurosh. Ka edhe të ashtu quajturat mashtrime Phoenix, kur një kompani ndoshta edhe me vedi llogarit gabim tatimet dhe kur DAP e zbulon këtë përmes kontrollit dhe i përcakton tatimet, kompania pushon së vepruari. Petrova shpjegon se kompania nuk zhduket nga regjistri tregtar, por nuk ekziston më në terren dhe hapet një kompani tjetër. Vetëm këtë vit, mbi 700 drejtorë dhe themelues të kompanive të tilla janë obliguar të paguajnë tatimet e tyre. Petrova është optimiste se ka hapësirë për uljen e evazionit tatimor nga paraqitja e pasaktë tatimeve.